Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton Abu Huraira, që pejgamberi Allahut një ditë prej ditëve dol me disa shokë te varrezët e Medinës. Edhe pasi që i dha selam u lut për to, e kish zakon 3 herë u lut te pejgamberi Allahut. U ktheke ka kibla, e ngritë dur, bante do, pastaj i shlonte. Pastaj ngritë dur prap, pastaj i shlonte. Pastaj ngritë dur prap, pastaj i shlonte. Dhe ka thonë sunet, kush don me praktiku këtë sunet, ku shkohet e varrezat jep selam siç ka thonë pejgamberi Allahut, pastaj lutet, kthehet ka kibla, jo ka varri, dhe lutet 3 herë siç ka lut pejgamberi Allahut. Pasi që pejgamberi Allahut tash lut për të vdekurit, për të vorrosurit në këtë vend, pejgamberi Allahut ka thonë, sikur ti kisha takuar dhe ti kisha pa vëllezërit e mi. Ato të pranishmit të cilët ishin për rreth tha njerëz Allah, a nuk jemi ne vëllezërit e tu? Tha ju jeni shokët e mi. Vëllezërit e mi janë ata të cilët dhe vinë pas meje, pas vdekjes time, besojnë mu, pra qëndrojnë rrugën time dhe vdesin. Kanë thënë ja Rasulullah, njerëz të cilët vinë pas teje, pra as i ki takun këtë botë, si kemi dallun ditën e kiametit, qish i njefti ti vëllezërit e tu, kur si e taku as njerë me to. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka pru një shembull, ka thonë çfarë mendoni me pas me një lamë, me një vend, me një lamë kuaj të zi. Në mesin e kuajve të zi është një kali bardhosh. Zotëria i kalit bardhosh. Kali bardhosh do të thonë ai që ka ballin bardh edhe këmbët e bardha. Zotëria i kalit bardhosh, a kishte dallu kalin e tij në mesin e kuajve të zi? Sa njerëz vëllai kjo anle, për shkak se një kali bardh ose një kali bardhosh që të zi. Thamë, kështu thot në ditën e gjykimit, ummeti im rinjallet me shenjët e abdesit. Pra, ummeti pejgamberit Allahut, dhe kjo është veçori për ummetin e pejgamberit Allahut, se në ditën e kiametit rinjallet njeriu ndriçojnë gjymtyrët e tij sa ka qëndru magat me abdes dhe sa ma shumë e ka përsos abdesin e tij. Ditën e kiametit shkëlqej, e bdrit. Njeriu në ball, fytyra e tij shkëlqen, gjymtyrët e tij shkëlqen nga shenjët e abdesit. Sa të ngjallet njeri pi varrit, i shkëlqen i bëjnë dritë. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jalla ka thënë munafikëve që i fshuket drita, a dritë që e kanë pas munafikët. Ditën e kiametit ku tipin urën në siratit, dhe i fikët drikat atij. Pse i fikët? Për çka se namazin e tij se kanë bërë për Allah. Për çka se abdesin e tij se kanë bërë për Allah. Dhe kjo tema është e gjatë. Po sidoqoftë, pra shkëlqejnë njerëzit në fytyrë dhe gjymtyrat e tyre me shenjët e abdesit. Dhe Abu Huraira kur e transmetu këtë hadith, dhe pejgamberi Allahu thonte kush ka mundësi që ta zmadhon këtë ndriçim le ta bën. Kush ka mundësi që ta zmadhon këtë ndriçim le ta bën. Çka nën kupton kush ka mundësi ta zmadhon këtë dritë? Abu Huraira po e kuptu kështu. Ndëgjoni, Ebu Hazimi transmeton i cili thot që drova pas Abu Hurairës dhe e pa se ai filloi me mor abdes. Dhe kur filloi mi la karat, i lajti deri te supët, per këtu na. Tamam? Kur i lajti kamp, i lajti deri thujse nën gojët e tij. Dhe pastaj e pyet Abu Hurairën. A kur bona zhurm, tha me pas ditë që i e pas me tha se kishte vepruar. Pra Abu Huraira u ishte kujdesshëm që mos ta shohë dikush që adhuru. Po pastaj i tregoi se pse. Tha për çka se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se drita e tij në ditën e kiametit ka me arrit ku ka mrri uji abdesit. Kështu e bëre ato. Drita e tij ka me arrit ku ka mrri uji abdesit. Pra edhe abdesin se ka mrri deri në brryll. Nëse ka mrri deri te supët, si pas e bëre. Edhe pse shumica e dietarëve dhe ne i takojmë asaj është për qëllim se ka thonë pejgamberi Allahut, kush ka mundësi ta zmadhon dritën, do thotë kush ka mundësi të qëndron me abdes sa më shumë, le të bën. Për shkak se sa më shumë batarin ta mush, çaq më shumë përqindje qep, apo për këtë arsye kush ka mundësi që të qëndron me abdes sa më shumë, le ta bën. Për shkak se njerëzit ditën e gjykimit ringjallet me shenjën e abdesit. Kjo
është e veçantë vetëm për umetin e pejgamberit Allah. Ta umeti i pejgamberit Allah janë ata të cilët ndriçojnë me shenjat e abdesit. Pra, marrja e abdesit është një ibadet që e don Allahu Azza wa Jall. Për këtë arsye qëndrimi me abdes sa më shumë është më e mirë.